në vitet më të vështira të arsimit shqip, kur gjithçka u rrënu nga Serbia, fati më solli në këtë fshat, e fati më solli në këtë shkollë dhe fati më solli ta njoh Selman Etemin, kryetarin e Lidhjes Arsimtarëve Shqiptar, ta njoh Xhafer Bashotën dhe gjithë shokët e tyre përreth, ta njoh këtë kolektiv dhe këtë fshat. Ky fshat, ky kolektiv dhe Selman Etemi kanë emrin Rezistencë. Dhe ishin nga të parët në rezistencë të mbijetesës së shkollës shqipe. Nga shtëpia e Selman Etemit, të cilën e vështrova sot me krenari e dhëmbje, dhe e njiva mungesën e Selmanit, ka dalë diftesat e para, jo vetëm për shkollat e Klinës, po për shkollat e Istokut, Pezë, Deçanit, dhe me radhë, thot për gjithë Dugagjinin, Selmani ka qenë përgjegjës. Mu kujtu rasti që Selmani thoshte, as 5 minuta para 5-ve në mëngjes, as 5 pas 5-ve. Do thot në ora 5 të mëngjes duhet të ishim tek shtëpia Selman Etemit dhe tek këtyre dhe aty të ngarkonim deftesat. Përgjegjësia ishte e shumë thjesht, nga se ato deftesa ishin paguar me djersën e popullit. Prandaj du t'i runim me që do të mbeteshin nxënësit, pa ato, po du t'i runim edhe djersën e popullit, po do të pësanim edhe ne. Më kujtohet rasti par i marrjes së deftesave, makinën na ka ofruar Agim Qeta. Ishte Agim Qeta, ishte Adem Geca, ishte Bajram Berisha dhe ishte Zeqir Mehmetaj. Ata që për herë të parë tërhoqëm nga shtëpia Selmani deftesat dhe Selmani duke na përcjellur si gjithmonë tradita shqiptare që ka edhe ky fshat, përtej binarët e trenit, që me fat i dërguam në Bonje dhe ju shpërndan nxënësve i Stogas pa asnjë, si të themi, asnjë përballje me policinë, fati e deshi ashtu, përndryshe na ishim të gatshëm ta marrim dhe përgjegjësi. Rruga na shkoi shkurt sepse Agimi thoshte, ju nëse na kapin policia, ju s'dini gjë çfarë kam unë në bagazh. Zesha thë kënë dashmi ju qutë të policia ju qoj kur dëni, Ademi kryetari i Lashit, Lidhjes Arsimtarëve, thoshte jo, përgjegjësia bjerë i mu, Bajram Berisha po e marron dhe në rrugës i për duke u kaca fytur, ne arritëm në Trupohovës në shtëpinë e Zeqir Mehmetajt, ku ja lam kujtim edhe deftesat e para me bishkrimin e Republika e Kosovës,